Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Jemi këtu në episodin tonë e 56. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëjetuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq. Më në fund jemi në një tjetër episod. Nuk më besohet që kemi arritur kaq shumë. Kemi edhe një të ftuar special që do ta prezantojmë pas pak. Ne duam t'ju falenderojmë si zakonisht, jemi shumë mirënjohës ju na ndiqni, na shpërndani në rrjetet sociale dhe ju lutem vazhdoni ta bëni dhe ftoni edhe miqtë tuaj që ta ndjekin. Po, në këtë çast që ju po dëgjoni këtë podcast, ne kemi arritur në 500 subscribers në kanalin tonë zyrtar YouTube. Jemi shumë mirënjohës për mbështetjen tuaj. Vazhdoni që të ndiqni të gjitha episodet që ne kemi publikuar. Dhe siç e tha Nida, ne jemi shumë të emocionuar për këtë të ftuar të veçantë, kështu që unë nuk po marr shumë kohë, por Nida mund të na bësh të prezantimin, të lutem? Po, patjetër. Craig Qosja është i ftuar Joni radhës, ai është një njerëz 21 vjeçar i lindur dhe rritur në Elbasan. Ju bashkua kishës në 14 gusht të vitit 2022 në moshën 17 vjeçare dhe pas përfundimit të gjimnazit ai shkoi në Republikën Çeke për studiuar në Kumor Academy për 3 muaj dhe më pas ka punuar edhe si përkthyes. Në maj të vitit 2023, Craig filloi shërbimin si një misionar me kohë plot në Spanjë. Ai ka pak muaj që ka përfunduar misionin e tij dhe është rikthyer punës si përkthyes. Craigut i pëlqen shumë teknologjia dhe mësimi i gjuhëve të ndryshme dhe së fundmi i pëlqen shumë që të predikojë dhe të mësojë Ungjillin të tjerëve. Craig, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Shumë faleminderit për përshkrimin, ishte shumë i saktë. Ndërsa po lexonte Nida biografinë tënde, isha i befasuar që pas ke shumë talente, shumë gjëra të veçanta, sidomos për teknologjinë, dhe ndoshta mund të na mësosh diçka neve, kështu që jam shumë emocionuar për këtë bisedë, Craig. Mirë, ne si gjithmonë, siç ti e di, ne i pyesim gjithë të ftuarit tanë për ardhin e tyre, se mendojmë se kjo është shumë e rëndësishme për njeriu që ti je tani. Mund të na flasësh pak për fëmijërinë tënde, sepse ti ke jetuar në një fshat në Elbasan, si ka qenë të rritesh gjithashtu dhe me gjyshërit? Pra siç e the edhe ti, po, jam rritur në një fshat në Elbasan dhe nuk ka qenë ndonjë jetë hektike, por ka qenë jetë e thjeshtë, pra të gjithë njohim njëri tjetrin, të gjithë jemi shok. Dhe ka qenë, mund të them që ka qenë normale. Ka qenë ndryshe sepse isha duke u rritur me gjyshërit dhe jo me prindrit tamam, por ata na trajtuan sikur ishin prindrit tanë, sikur ne ishim fëmijët e tyre biologjik, kështu që ishte shumë normale. Sigurisht kishte pas dhe sprovat e veta, pra gjithmonë kemi sprova në jetë, kjo është normale, dhe ndoshta sprovat tona pak më ndryshe nga shumica e këtu në fshat, por që ishin prova që mund të kalohen, me mund, me shpresë përpara si gjithmonë. Dhe pra kisha miq shumë, siç thash, të gjithë njiheshim, kështu që ishte një jetë normale. Pra, kaloja kohë të bukur me të gjithë, dhe me familjen kalonin kohë shumë bukur gjithmonë. Po ti e the shumë bukur që të jetosh në fshat, të jep mundësinë që të shijosh të gjitha gjërat e bukura të jetës, si për shembull natyra, apo thjesht edhe jeta e thjeshtë që mund ta gjejmë në fshat, ndërsa jeta e zhurmshme në qytet. A ka ndonjë gjë ndoshta tipike që dhe ty tani të merr malli për fshatin, diçka që ndoshta nuk e gjen dot në qytet? Po, pra kam qenë këto muajt e fundit, kam qenë shumë duke menduar këtë në fakt. Por hapësira. Pra, të merr malli kur je në qytet, se ke vetëm pallate, domethënë je vetëm i mbyllur për një kohë fare shumë gjatë, do fillosh që është e njëjta gjë, e njëjta rrugë, është të njëjtat njerëz. Okej, njëjtat njerëz jo, po. Por është pak a shumë bëhet shumë monotone shumë shpejt, por në fshat, pra pasi u ktheva përsëri në fshat për ta vizituar, ke qef dalësh për jashtë edhe të shikosh gjithë atë hapësirë, pra të shikosh gjithë atë gjelbërim, të shikosh që mund të ecësh ku duash.
që nuk ka shumë lëvizje makinash, nuk ka shumë, pra societeti ti nuk është dotje akustike dhe është super, pra hapësira, gjelbërimi. Këto janë dy gjërat që nuk duhet ti shfrytëzoj për sa i kam tani për momentin. Po, që është shumë e bukur kjo, vërtet. Edhe unë kam patur fatin e mirë që kam jetuar në fshat për disa kohë, edhe mund të dalloj si thua ndryshimi midis të jetuarit në qytet edhe në fshat, edhe është gjë shumë e bukur, por kohët sotme të gjithë domethënë shkojnë me vrap në qytet edhe harrojnë që fshati ka si thua bukuri shumë të çmueshme, që nuk mund ta gjesh dot në qytet. Kështu që faleminderit që ndave këtë me ne. Doja të të pyesja gjithashtu Krejk, si fëmijë, a mban mend ndonjë diçka tipike që ndoshta edhe akoma e vlerëson, ndonjë kujtim të bukur? Tamam, jo, ndoshta mësimet që kam marrë nga gjyshit, pra gjithmonë, edhe tani kur heci përpara, gjithmonë nuk po më vjen ndonjë mendim tani më të kokës, por kur dua të bëj ndonjë veprim thjesht më kujtohet nga mbrapa që okay, kështu më ka thënë gjyshi, kështu që nuk duhet ta bëj. Ose kështu më ka thënë gjyshi, kështu do ta bëj. Nuk kam vjen ndonjë shembull eksakt për momentin, por që ka shumë mësime, pra thjesht mësime dhe këshilla që kam marrë nga gjyshi kanë qenë shumë, kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në marrjen e vendimeve që unë kam pasur për të ardhmen. Janë shumë të rëndësishëm gjyshit, padyshim. Shikoj një foto. Kjo foto është fotoja e vetme në fakt që unë kisha gjetur kur kam qenë i vogël. Pra nuk kisha asnjë foto tjetër, vetëm kjo. Pra siç e shikoni, pra kam bërë foto nga një foto tjetër. Dhe është kur kam qenë shumë i vogël. Duket se kam mbushur vitin me këtë foton. Por është vetëm një foto që kam qenë bebe. Dhe kur një herë në fakt nuk po e gjeja këtë foto, thash mos s'është kam humbur vetëm foton që kisha. Por kërkova derisa e gjeta përsëri. Dhe kjo është vetëm një foto që kam kur kam qenë i vogël. Më vjen mirë që ke një kujtim, se besoj njerëzit para se të shpikesh fotografia s'kishin fare, kështu që ne jemi të bekuar që kemi tani foton. Krejk, doja që të kaloni një temë tjetër, doja që të na tregosh pak se si ti e njohur me kishën. A ka pasur motra jote Pavla një ndikim të madh apo të vogël, nuk e di si ka qenë për ty në njohjen me Ungjillin, se unë të mbaj mend kur vije te kisha me të, ishe më i vogël. Po, sigurisht. Pra motra ime e njohu kishën 9-10 vite më përpara, është bërë ca kohë. Dhe kur ai thjesht filloi të njihesh me kishën, sigurisht në një vend musliman, ku shumica e muslimanëve tek shteti jon, nuk është aq e thjeshtë sa të dalësh nga kultura jote, nga familja jote muslimane të shet, do të bëjmë krishterë. Pra pavarësisht se nuk praktikohet shumë është pjesë e kulturës apo jo. Dhe pra motra ime kur filloi të shkojë në kishë, pra filloi të disa sfida që të rriteshin. Dhe për shkak të pjesëmarrjes së motrës time në kishë. Dhe ajo filloi të shkonte në kishë, pra pëlqente shumë kishën, donte gjithmonë të shkonte, komuniteti ishte shumë i mirë, ndjesia që ajo ndjente ishte e pa shmangshme, mund ta themi, pra gjithmonë kërkonte që të ndjente të njëjtat përvoja, të kishte të njëjtat përvoja. Dhe por familja pastaj filloi që të sforcohej pak më shumë që hey, nuk duam që të vazhdosh këtu, nuk na duket e mirë, nuk na duket e arsyeshme. Dhe kjo e bëri pra dhe sfidën që të rritesh pak më shumë. Por ajo që unë pash personalisht tek motra ime ishte se sa ndryshim kishte në jetën e saj, pra pasi ajo filloi dhe po vazhdonte të shkonte në kishë dhe unë isha duke luajtur rolin e avokatit në muhabetet e familjes për sa i përket kësaj teme. Dhe ajo thjesht vazhdoi të ikte përpara, vazhdonte përpara, dhe ajo që mua gjithmonë më bëri përshtypje ishte kur pavarësisht sa inat që ajo mund të merrte, pavarësisht sa negativitet ajo mund të merrte, ajo gjithmonë e dilte kundër kësaj me pozitivitet. Dhe ndoshta mund të jetë pak biased, sepse unë kam qenë gjithmonë pra shoqërohesh shumë me motrën time më të madhe, pra gjithmonë siç duket te foto gjithmonë rrishim bashkë, pra aty në Kadias ka dhe një piano që gjithmonë luanim bashkë piano. Dhe pra ka qenë edhe pak një influencë shumë e madhe, pra dhe unë e kuptoja pak më ndryshe motrën time, pra kur thoshte ndonjë gjë, pra e kuptoja nga vinte, si ta them ndryshe. Edhe pra kur ajo vazhdoi të shkonte në kishë pavarësisht problemeve dhe pavarësisht kundërshtimeve të familjes. Dhe kjo tregoi që se sa e vlefshme ishte për të, se sa
se sa seriozisht ajo ishte në pjesëmarrjen e kishës. Pra nuk ishte thjesht, ok, unë po shkoj në kishë sepse duhet shkoj ose ok, po shkoj në kishë sepse njoh disa shok apo shoqe. Pra kjo më tregonte që pse sa integritet mund ta thuash që ajo kishte për sa i përket kësaj pjesës. Dhe pra sigurisht ajo u përpoqet më merrte edhe mua në kishë sepse donte që edhe unë të isha pjesë e kësaj ndryshimi në jetë, mund ta themi asaj, sepse ishte tamam një ndryshim, një epokë tjetër e jetës. Dhe unë fillova të shkoj me të, por familja ime sigurisht që do kundërshtonte. Dhe ata thanë që okay, ti je pak më e madhe, ke kaluar moshën 18 vjeç, nuk mund të bëjmë shumë, por vllai yt është i vogël, duket kam qenë 13-14 në atë kohë. Absolutisht që nuk mund të vi me ty. Dhe unë pra shkova në kishë 2-3 herë maksimumi dhe nuk kam shkuar më. Pastaj kur mbusha 17 vjeç, pra motra ime kishte shërbyer mision dhe kishte shkuar për të studiuar në shtetin e Idaho, në Shtetet e Bashkuara. Dhe pra mbusha 17 vjeç, pra kishim kaluar ato kohët e këqija kur familja ishte kundërshtim, pra pasi ata fillon ta njihin kishën pak më shumë. Nuk janë në kishë, pra pjesëtarët e kishës, por nuk janë as kundër kishës, pra nëse duan ndonjë gjë, thonë okay. Dhe por pjesa më e bukur që gjithmonë më ka pëlqyer është kur unë kisha 17 vjeç, pra kisha mbushur 17 vjeç dhe isha pra gjyshi im ishte po rrinte po shikonte televizor. Edhe unë vajti mendim thash, gjysh tash dua të shkoj te kisha kur ka shkuar motra ime që të pagëzohen. Dhe tha, okay. Pretendoj. Nuk ka asnjë kundërshtim asgjë. Tha, okay, pasi dua shtipa. Edhe pra kjo më tha, super fare, pra hapi derën direkt. Pra shkova, fillova të flas me misionarët, pra pas shkolle, gati 2-3 herë në javë, pra pasi shkolla ime ishte pak larg nga qendra ku ne takoheshim me misionarët, kështu që duhet merrja autobusin shumë herë në javë. E kisha pak probleme miqt për t'ia thënë, ishte thjesht fakt hera parë dhe hera dy që u takova me misionarët, pra ata pyesin ku po shkon, ata thjesht po shkojnë në Elbasan dal. Dhe nuk e vazhdoj më tepër, por gjatë takimit me misionarëve, pra pasi fillova të mësoja pak më shumë, pra nuk po më bënte më përshtypje edhe shoku i thashë po shkoj te kisha, pak kam bërë të plan për të pagëzuar. Edhe pra edhe kjo ishte një faktor që ishte motra ime ishte pjesëtare më përpara, kështu që nuk është se më interesante shumë, pra thash, kam motrën aty, pra për çdo pyetje për çdo gjë kam suportin e saj, kështu që nuk është se kam aq të vështirë. Dhe pastaj sigurisht fillova të shkoj në kishë, kisha shumë gjëra që nuk i dija, përsëri do të flisem me motrën tash, hey, mësova këtë tërë sot, mësova këtë tërë, pra du të bëj këtë nuk e di akoma. Dhe pra suporti që ai më ka ofruar për sa i përket pjesëmarrjes time në kishë ka qenë absolutisht shumë i madh. Dhe mund të them që ka qenë kritikal sepse po mos ishte prej saj, nuk besoj se do të isha pjesëtar e kishës. Dhe pra kjo ka qenë e gjitha që motra ime ka luajtur, pra ka qenë tamam ai Jezusi në jetën time që e ka bërë të mundur, pra sakrifica e saj e bërë të mundur që unë të shkoja në kishë. Sa histori e mrekullueshme kjo jotja. Edhe pa dyshim, Paula ka qenë, është një nga shoqet e mia më të mira, ne shkonim bashkë në kishë, kalonim kohë dhe e dëshmoj që ka qenë një suport shumë i mirë për ty edhe një shembull shumë i mirë, kështu faleminderit edhe Perëndisë ti e ke pasur si shembull atë, edhe që ajo ka ndihmuar që ti të njihesh me kishën. Po më duket shumë e mrekullueshme se si ti duke qenë i vogël edhe duke qenë disa herë, më thënë pak herë në kishë, nuk e di nga të erdhi kjo dëshira që ti të pagëzohesh. Si ishte ky vendimi për të pagëzuar, kështu papritur? Pyetje shumë e bukur. Okej, pra pasi motra ime filloi të shkonte në kishë, pasi mbushi një vit, ajo shkoi në një mision. Okej, pra shkoi të shërbente në shtetin e Ukrainës. Dhe pra kur ajo shkoi në shtetin e Ukrainës, disa nga gjërat e saj u lëvizën, pra nga dhoma e saj personale filluan të lëvizeshin në një vend tjetër për të pasur pak më shumë hapësirë. Dhe unë kur isha për jashta, pra në atë kohë nuk është se kisha shumë telefoni, pra rrija gjithkohës për jashta. Kur isha për jashta shtëpisë, pra gjeta një libër që ishte në tokë, pra ishte në pluhur, ishte në tokë, pra edhe kur e hapa ishte libri Mormonit. E thash, okay, pra nuk e dija se çfarë përmbante shumë mirë sepse thash 2-3 herë që ja shkuar në kishë në atë kohë. Dhe thjesht e pastrova, e dija që ishte një libër i shenjtë, thjesht e pastrova sa për respekt dhe vendosa një vend më të sipër, më të larg. Edhe
Pastaj brenda javës apo pas një javë para pak disa ditësh duke qenë për jashtë e gjej përsëri në tokë. E thash, okay, do shta kjo do t'jetë një shenjë, pra thjesht e hap dhe filloj të lexoj faqet e para. Dhe kur fillova të lexoja, çdo gjë më duke e njohur. Edhe thash, një sekond. Pra, pasi vazhdova të lexoja, më kujtua që para disa kohësh, kur motra ime sa filloi të shkonte në kish, unë kisha lexuar një libër që ishte historitë e librit mormonit, por që ishte për fëmijë. Pra, unë atë libër e kisha lexuar më përpara, thjesht sepse ishte interesant, ishte i thjeshtë, ishte me figura, edhe e kisha lexuar më parë. Por ishte historia e librit mormonit. Pra, kur fillova të lexoj librin e mormonit, thash, prit një sekond, pra kjo duke zëre kam dëgjuar më parë. Edhe thjesht vazhdova të lexoj. Dhe kur lexova librin e fëmijëve, çdo gjë unë e mora si të vërtet. Pra, nuk e di, thjesht kur vazhdova të lexoja, thjesht çdo gjë thash, okay, ka ndodhur kështu, okay, pra nuk kisha fare dyshime. Ndoshta nga që isha fëmijë, pra nuk është se dija ai shumë sa të kisha dyshime. Dhe tani që di më shumë, besoj se edhe influenca e Satanit ka qenë dhe më e dobët në atë kohë. Dhe pra kur fillova të lexoj librin e mormonit, po më kujtoheshin ato histori dhe thash, okay, unë kam lexuar më pak. Dhe pastaj ajo pak dhe vazhdoi që të më influenconte edhe pak më shumë që të shkoja dhe të takoja misionarit, pra dhe flisim për ato, thoja, okay, këtë lexova tek libri i mormonit dhe do doja më shumë qartësim ose nëse ju keni ndonjë sugjerim se çfarë unë duhet lexoj tek libri i mormonit. Dhe pra kjo ishte aty ku filloi dhe interesimi tek doktrina e kishës. E mrekullueshme. Na bëhet shumë qefi që ti njohe si thua kishën nëpërmjet motrës sende, sepse rrallë dëgjojmë histori që familja ka qenë vendimtare ose ndoshta jo vendimtare, por frymëzuese për të shtuar ty për të gjetur si thua të vërtetën. Edhe kjo është një gjë shumë e bukur, se ne flasim për misionarët, po të gjithë jemi misionar, çdo antar është një misionar. Edhe besoj se edhe Paula ka bërë punë misionare shumë kohë më parë me ty, edhe ka qenë një bekim shumë i madh vërtet. Unë doja të pyesë tani sepse siç ti e di, çdo i konvertuar, domethënë çdo person i ri në kish ka eksperjenca të ndryshme në lagjet ose degët e tyre. Doja të pyesja për ty veçantisht, Craig, si ka qenë eksperjenca jote në degën e Elbasanit për herë të parë? A u ndjeve i suportuar nga antarët? Si ka qenë mirëpritja? Në fakt ka qenë e mrekullueshme. Pra sa po shkova atje, përsëri motra ime hyn në këtë pjesë, direkt më thonë, "Oh, ti je vllai Paulës, e njohi Paulën shumë mirë." Dhe filluan të trajtonin sikur më njihnin dhe mua për vite më përpara. Dhe sigurisht gjithë thjesht më takonin edhe pse unë isha shumë antisocial më përpara, jo pak por shumë. Përsëri thjesht mund ta ndjeja se sa të sinqert ishin ata, se sa pra si dhe themi në jo djallëzor, ishin ata dhe thjesht më bënte të hape, pra edhe pse isha shumë introvert, në fakt ka qenë një problematik kjo pjesë, por thjesht isha me ata, diesha sigurisht me familjen time, dhe isha shumë qetë, pra comfortable, nuk isha probleme me asnjë gjë tjetër dhe më ndihmuan shumë të ecë përpara, pra edhe në hapat që mora më pas diesha shumë e suportuar nga pjesëtarët. Pra gjithmonë ishin aty thënë për çfarë të duheshim këtu, mos e pritni pra si gjë nëse nuk dimë një gjë thjesht na pyet. Misionarët kanë qenë shumë të mirë. Dhe gjë ishte shumë okay për sa i përket degës. Sa mirë. Më bëhet qefi dhe besoj ata që ta ndjekin nga dega Elbasanit duhet të jenë shumë, si thua, të kënaqur me këtë përgjigje, sepse këtë presin nga të gjitha lagjet, njësitë e kishës që të jenë sa më shumë mirëpritës nga të gjithë antarët, sidomos edhe kërkuesit, ata që janë akoma, si thua, në fillesat e tyre të kërkimit. Po patjetër më bëhet shumë qefi që ke patur një eksperiencë shumë të bukur. Po për thirrjet, mund të pyes kush ka qenë thirrja jote e preferuar që ke pasur? Në fakt unë kam pasur thjesht 2 thirrje. Njëra ka qenë mësuesi i shkollës dielës dhe e dyta ka qenë si historiani i kishës. Te kjo nuk bëra shumë pjesë sepse ishte në një periudhë kur unë isha duke lëvizur nga Shqipëria, kështu që nuk kisha shumë kontribut për sa i përket kësaj. Por si mësuesi i shkollës dielës ka qenë preferuara ime sepse kishte të bënte shumë të folur në publik, që të flisja me të tjerë dhe të prezantoje mësimin e së dielës, dhe pra më ndihmoi që të dilja pak nga ajo guacka ime e antisocializmit, edhe më ndihmoi tamam që të flisja edhe në publik,
Pra pasi unë e dija që isha një vend sigurt, e dija që ishte një vend që nuk do gjykonte njëri, që nuk ka negativitet, kështu që isha i lirë të flisja atë që mendoja. Dhe kjo më ndihmoi që të rrisja konfidencat e mia personale dhe që sigurisht të mësoja edhe unë më shumë vetë, pra pasi unë nuk është se isha unë duke mësuar atyre, pra unë isha duke mësuar vetë dhe ata ishin duke mësuar mua. Dhe prandaj kjo ka qenë thirrja ime e preferuar. Po, unë po shikoja këtë fotën në fakt, që ndoshta shumë prej nesh kanë ankth të përgjigjen në një grup, si thosh, me njerëzish. Unë kam qenë njëri prej tyre, them drejtën, nuk e ngrija asnjëherë dorën sepse nuk e di nëse do thosha diçka gabim ose por ti duket që je rritur në konfidencë. Si ka qenë ajo eksperjenca jote që je rritur në konfidencë të kish? Pra e para që ka qenë më thelbësore është pra kjo ka qenë në këtë periudhë kur unë jam duke folur aty, kam qenë në shtetin e Republikës Çeke dhe pra shteti Kumar Academy quhet shkolla dhe atje të gjithë janë shumica janë të kishës, janë pjesëtar të kishës, sigurisht nga vende të ndryshme, nga fe të ndryshme, por shumica ishin pjesëtar të kishës dhe rregullat që duhet të ndiqen janë nga kisha, pra pak a shumë, për shembull, duhet të respektojmë të gjitha besimet e kishës tonë. Dhe kjo më bëri që, tha shumica këtu janë pjesëtar të kishës, shumica këtyre janë besues në Jezu Krisht, dhe sigurisht nëse ata besojnë në Jezu Krisht, besojnë dhe në mënyrën e trajtimit të personave të tjerë, sigurisht besojnë që do të sillen si Jezu Krishti. Kështu që isha pra pak a shumë sikur isha në lagjen time në degën e Elbasanit, që ndihesha rehat, pra ndihesha jo i gjykuar, ndihesha i suportuar për sa i përket, pra siç mund ta shikon edhe tek fotoja që askush nga ata aty nuk ishte duke parë telefonin e vet, askush nga ata aty nuk është se kishte ndonjë fytyrë duke bërë shaka apo po qeshte, të gjithë ishin serioze po dëgjonin. Dhe mund ta them që të gjithë ata aty ishin mosha ime, pra disa më të mëdhenj, sepse unë isha me i riu në fakt, sapo kisha mbushur 18 vjeç. Dhe të gjithë ata aty pra ishin në atë periudhën kur celulari është pra maksimumi, është në kul, pra që nuk mund të shikosh një film pa pasur celularin, apo nuk mund të shkosh në shkollë pa celularin. Dhe thjesht për respektin dhe për dashurinë që ata kishin për meja, secili ishte duke dëgjuar, secili ishte duke kontribuar me vëmendjen e tyre. Dhe kjo sigurisht më ndihmonte që këta më suportojnë, këta nuk duan që të më lëndojnë apo që unë të dukem keq, ata thjesht janë sinqerisht të interesuar të dëgjojnë atë që unë kam thënë, kështu që pse mos ta shpreh atë që kam. Dhe nëse unë jam gabim, unë jam shumë që të mësoj, jam këtu për të rritur, pra jam për të mësuar më shumë, kështu që nuk ka asnjë, është win-win, pra nuk kam çfarë të humb. Që nga shumë frymëzuese kjo që the, shpresoj që ta dëgjoja në atë moment ku kisha të thuash ankth që të përgjigjesha në mësime, por është shumë e vërtetë siç e ti, jemi në një ambient që nuk duhet të paragjykojmë asnjë, edhe duhet të jemi, si thuash, të ndihemi të rehatshëm kur shpreh mendimet tona, opinionet tona, ndoshta edhe kur nuk janë ashtu siç mendojmë neve. Besoj se do ishte mirë që ti japi mundësinë të gjithëve të shprehen lirshëm. Unë doja të pyesja për diçka tjetër gjithashtu, Craig, është për thirrjen tënde si përkthyes. Siç e tham te biografia e tij, pasi shërbeve një mision, i e kthyer kësaj thirrje. Për ata që na dëgjojnë nuk e kanë fare iden çfarë është kjo thirrje, mund të na shpjegosh me pak fjalë? Pra kam pasur më parë, kam pas një thirrje si përkthyes për çiftin misionar humanitar në degën e Elbasanit, por tani që jam kthyer është një punë zyrtare që e kam përfituar, dhe në fakt për eksperiencave që unë kam pasur me thirrjen. Pra ka qenë një bekim shumë i madh për të ardhmen time për sa i përket fushës karrierës së përkthimit. Dhe pra thjesht tani jam duke përkthyer, është një kompani e huaj amerikane, sigurisht, edhe është thjesht një përkthim, pra siç jemi ne tani në moment, në video live, dhe thjesht jam duke përkthyer, pra jam duke qenë si një urë lidhese mes dy personave që janë duke folur në moment. Duket shumë interesante. Craig, unë më pëlqeu shumë fakti që ti ke shkuar te Komora, unë kam qenë brezi i parë që ka shkuar atje dhe e dua shumë Komorën, edhe mund të flas pafund, dua të dëgjoj shumë për të, po do doja që na tregoje pak çfarë të ka pëlqyer, çfarë impakti ka pasur për ty. Ndoshta mund të tregosh shembuj që
çfarë do të përfitonin të rinjt po të shkonin atje. Po, ku mora në fakt, pra, sigurisht ka qenë edhe, nuk e di, ndoshta një nga momentet mia të preferuara pas misionit. Pra, sepse kur sapo shkova atje, pra siç e thash, isha vetëm, pra nuk njihja asnjë person, por si gjithmonë thjesht ndihesha e rehat, thjesht duke ditur që jam nga kisha, pra kjo ishte mjaftueshëm për mua për të qenë të ndjerë i sigurt dhe rehat. Okej, pra kur shkova atje, interesante ishte që pra shumica që shkojnë atje ose mund të them 99.9% janë thjesht nga Europa, ka dhe nga Brazili apo jo. Pra siç e di dhe ti, pra nuk ka amerikan, okay? Pra nuk ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra po e theksoj pak të se ka të bëjë shumë. Dhe kur unë shkova atje, pra sapo isha njohur me kishën, të shkova te Kumar Academy dhe atje ti do kesh shokun tënd të dhomës, pra nuk do jesh vetëm. Dhe shoku im i dhomës që unë kisha ishte pra çuditërisht nga të gjithë personat që ishin aty, ishin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para, pra që flisa anglisht shumë mirë dhe që unë doja të praktikoj anglishtën. Dhe e dyta, sapo kishte shërbyer misionin. Pra sapo kishte mbaruar misionin. Pra në gjitha momentet nuk kam njohur asnjë person tjetër, pra që ose kam dëgjuar që ka qenë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka qenë aty si student, pra ka mësues po jo si student, që mund të ishte shok dhome me një student tjetër nga tek Kumora. Dhe sapo u njohëm, sapo fillon të flisnim, unë i tregova për eksperiencën tim të kishës që nuk isha shumë kohë që isha njohur, dhe i tha, okay, tha, unë tha do të përpiqem ta të trajtoj sikur ti je shoku i misionar. Pra misionar, pra ata që e din që rrin gjithmonë bashkë, që janë companions, pra shok me njëri tjetrin që kanë ato rregullat e tyre, pra i tha do të trajtoj sikur je shoku i misionar. Dhe kjo, okay, dhe për gjithë kohës ndihesha tamam sikur nuk isha vetëm, pra që në atë moment sikur kisha dikë pranë. Çdo gjë që kisha nevojë, pra ishim atë, pra filluam të shohim më shumë, pra shikonim filma bashkë, blenim snacks dhe pastaj shikonim ndonjë serial, pra çdo natë kishim serialin që e shikonim. Luashim lojra bashkë, pra aktivitetet i bëshim bashkë me persona të tjerë dhe bilardja ka qenë një moment shumë kulmuese për neve, sepse luanim aq fort, pra ka qenë aq competitive. Sa ndonjëherë mund të bëhesh edhe pak toksike. Në fakt ka qenë faji për këtë pjesë. Por si gjithmonë pas LOS, gjithmonë flisnim, kërkonin falje për mënyrës, se si mund të keshim folën ndoshta. Dhe pra ka qenë ndoshta një nga momentet më të bukura sepse isha në një botë tjetër. Pra sinqerisht isha në një botë tjetër, pra tek shkolla Kumar Academy, pra nuk ke pse shqetësohesh për ushqimet apo nuk ke pse shqetësohesh është pak a shumë si mision, pra mund ta lësh botën tënde dhe mund të fokusohesh tek studimet sepse studion dhe studimet janë shumë përdhënëse. Pra ato që unë kam mësuar tek Kumora nuk i kisha mësuar për 3 muaj, nuk i kisha mësuar asnjëherë tek gjimnazi që kam pasur për 3 vite apo edhe në shkollat më përpara që kam pas. Asnjëherë. Pra mentorët që shkojnë atje, pra që janë businessmen me eksperjenca dhe me prova që ku kanë arritur dhe të marrësh leksione në vetën e parë nga këta persona është një nga gjërat që nuk mund ta gjesh kollaj, nuk mund ta gjesh aq thjesht. Dhe kjo ishte shumë përdhënëse, pra si thash, por për pjesëtarët e kishës është akoma dhe më shumë sepse tamam mund të shikosh potencialin ose bekimet që mund të marrësh nëse ne jemi dakord në të jetuarit sipas doktrinës që ne kemi. Pra çdo gjë mund të marrim dhe nga gjërat më të thjeshta e mos pirjes së alkoolit për shembull. Pra thjesht fakti që aty asnjëri nuk mund të pinte alkool, nuk mund të konsumonte alkool, thjesht tregonte se sa të saktë ishin në rregullat e tyre, pra sepse çdo njeri jeton me parime dhe ajo tregon se sa ata janë të vendosur në jetesën e parimeve që ata kanë në jetët e tyre. Por edhe tregonte sigurinë, pra për shembull unë kam qenë në një familje që alkooli ka pasur një influencë shumë negative. Dhe thjesht të jetosh në atë mjedis ku alkooli nuk është prezent, nga të rinjt, nga mosha jote ku të gjithë konsumojnë alkoolin, tregon thjesht që nuk e di, t'jep një siguri dhe t'jep shpresë për të ardhmen. Pra sinqerisht, pra thjesht mendon që okay, është një gjë që bëhet, pra unë mund ta bëj. Dhe sinqerisht, pra ti mund ta shikosh dhe bekimet, pra siç thashë, mund të shikosh dhe bekimet se sa pozitive je, se sa konfidenca më të mëdha do kesh në jetë, se sa i sigurt ndihesh, se sa nuk ke addictions, pra nuk ke i varur nga asnjë gjë, pra je shumë i lirë. Pra kjo më bëri të ndjej frymën e shenjtë aq fort
sa që kur në largova nga Kumora, ka qenë një nga momentet e mia më të këqija. Pra, kur ktheva në Shqipëri, tash thjesht mendoja për kohët që kisha kaluar dhe thjesht të kthehesh në këtë vend, që nuk është vend i keq, sigurisht e dua Shqipërinë, por thjesht të largohesh nga një mjedis kur fryma e shenjtë është aq pozitive dhe aq influenciale, është edhe ta marrin atë ta heqin nga ty, është tamam sikur të heqin një pjesë të trupit tënd. Dhe pra mund ta marrësh Kumorën pra ishte aq e balancuar, aq pozitive në jetën time sa ishte des në besimin në Jezu Krisht, pra ma ka rritur aq shumë dëshminë time personale tek Jezu Krishti, tek kisha sigurisht dhe tek besimet që ne kemi, por edhe në karrierën time, në jetën profesionale. Wow, sa bukur. Më pëlqen kaq shumë. Kënaqem kur që ti ke pas një eksperiencë kaq pozitive dhe është shumë e vërtetë që po largohesh dhe trishtohesh shumë, por që është pjesë e jetës. Po kam përshtypjen që mësimet e vyeshme që ke marrë aty po të shoqërojnë akoma, edhe mendoj që Kumora të ka përgatitur shumë për misione dhe është e pabesueshme që të ka qelluar një ish misionar i kthyer dhe ai ka vendosur që të trajtojë si një shok misionar. Besoj për atë ke qenë një bekim, sepse ndoshta ka qenë e vështirë të shkëputesh nga jeta misionare, kur ka qenë gjithmonë një person tjetër duke i ndarë gjëra, duke jetuar me të, po edhe ty të ka përgatitur për mision, apo jo? Na trego pak për misionin tëm, se sa kohë pas Kumorës shkove në një mision? Në Spanjë, mos gaboj? Pikërisht. Pra, kur isha në fakt, ka qenë 2 javët e fundit të Kumorës dhe hapa kompjuterin pra për të aplikuar për të bërë një mision për vendosur letra pra bëhet online. Dhe isha me atë shokun dhe thash, okay, pra thjesht ktheva laptopin tim dhe thash, po bëj letra për mision. Edhe i përshikon dhe tha, wow. Dhe thjesht vazhdon të plotsonin bashkë, pra po i plotsonin bashkë ato letrat dhe gjithë formularet. Dhe sapo i bëra submit, pra i çova letrat, kur ktheva në Shqipëri, pra duhet shkoja edhe në televizja pak në qytete sepse ka shumë përgatitje për ata që nuk e din, pra përgatitje për sa i përket shëndetit fizik, por ashtu edhe mendor, pra të gjitha pjesët e shëndetit është për të siguruar që jam i gatshëm dhe jam gati për të shërbyer një mision. Dhe pra pasi mbarova gjithë këto letra, gjitha procedurat, gjitha formularet, 2 muaj, jo më fal, 1 muaj pasi përfundova gjitha këto, pra mora thirrjen për të shërbyer në Spanjë. Dhe momenti i hapjes thirrjes ka qenë shumë interesant. Pra kur isha në Kumora edhe një herë, shoku dhomës tjetër, pra 2 dhoma që ishin gjitur, ishin nga Spanja, nga Madridi. Dhe para se ne të largoheshim në fakt, pra unë i tregova atij sigurisht që po fus letra për mision, tash mund të shërbej mision. Dhe ai kishte shërbyer mision dhe ai po ishte, pra nuk ishim shumë afër, ishin nga një dhomë tjetër. Dhe tha, oh super, ndoshta të qëllon në Madrid dhe mund të takohemi atje. Dhe kur unë në mendjen time i kisha gjithmonë që inshallah jo, se thjesht do të shkoj në një vend që flitet anglisht, të praktikoj anglishtën më mirë, pra synimi ishte anglishtja. Edhe pra thjesht e kisha në mendje, sigurisht nuk ja thashte, dhe thjesht e përqafova thash, okay, do të them pa mëra. Dhe kur hapa thirrjen, pra isha në një video call me gjithë personat që doja që të ishin prezent. Gjëja parë që lexova ishte Madrid, Spanja. Dhe thash, mos ishte pra në mendjen time direkt erdhi ai djali, ai personi që njoh atje që tha që mund të qelloj në Madrid. Dhe ishte shumë gazmore. Dhe pasi shkova në fillim, unë ndjeva pra si thash, ndjeva këtë ndjesinë që i duhet mësoj spanjisht, nuk do të kem mundësi të praktikoj anglishtën, në fakt mund të bëhem më keq në anglisht se do duke u fokusuar në spanjisht. Por më pas thjesht ndihesha shumë i lumtur, ndihesha gati. Dhe kjo ka qenë një nga dëshmitë mia më të forta, është që unë kisha 2 muaj për të përgatitur për misionin. Dhe nuk kisha fare para, nuk kisha asnjë gjë. Okay? Edhe në momentin që po mendoja për se si do të shkonte, pra kisha 2 muaj pra po planifikoja gjithash, por nuk isha i stresuar. Pra kjo ishte një nga gjërat që asnjëherë nuk do ta kuptoj, pra nuk e vrisja mendje mund ta them, pra nuk e di, thjesht ndihesha i sigurt, thash, okay, kjo të shërbej një mision për atin qellor është për atë, pra nuk kam pse unë duhet të shqetësohem, sepse nëse ai do që unë ta bëj këtë, do të ndodh. Pra kisha atë besim aq të fortë sa as vetë nuk mund ta shpjegoja. Pra në fakt kur isha në mision fillova ta mendoj këtë. Më pak më thellë. Dhe isha duke u lutur, thash, okay, thash,
unë nuk di kaq shumë, po e di që lutja është e fuqishme, e di që lutja është një mënyrë për të folur me atin qellor. Të thash, duke u lutur thjesht thash, okay, e di që do që të shërbej mision, dhe unë dua të shërbej mision, por duhem fara, pra është një gjë që duhet, pra nuk kam. Nuk kisha vetëm një këmish, kisha vetëm një kollar që e bleva më vonë dhe nuk kisha as këpucë. Okay. As valizë nuk e kisha në rregull, më thaj. Edhe thash, okay, thash, nuk kam asnjë gjë gati, thash 2 muaj kam për të përgatitur. Punë nuk kam ku të gjej se okay, dhe sikur të gjej një punë në Shqipëri nuk do të paguhen të mjaftueshëm për të mbuluar gjithë kostën e këtyre. Dhe kur do të punësonte mua thjesht për 2 muaj, pra kjo ishte me keq. Dhe thjesht isha duke u lutur. Dhe pra brenda javës marr një njoftim në telefon nga LinkedIn. Një grua thjesht më shkruan dhe thot, okay, Krejqosja, neve jemi duke kërkuar për përkthyes anglisht shqip për shtetin e Britanisë. Pra as për Shqipërinë, jo, që domethënë të pagët të ishte më e madhe. Por nuk e dim nëse je interesuar, sepse puna është thjesht për 2 muaj. Pra dhe what? Seriozisht? Pra ishte mrekullia më e madhe që unë kisha përjetuar ndonjëherë. Pra e pa parë se sa perfekte dhe eksakte ishte. Dhe pra fillova të punësohem, pra bëra një provim anglisht dhe më e bukur është pra si po thoj, nëse Perëndia do të ndodh pavarësisht se çfarë ne themi. Pra duhet bëja një provim për testin e anglishtes, bëj provim për filluar punën. Bëj provimin dhe ishte ora 2 natës, thashun. Da bëj provimin thashun se e di anglishten, pa mëra. Dola keq fare. Bëra provimin dola keq, isha i lodhur, e mbylla kompjuterin, shkruajta më. Pas disa ditësh më shkruan pra e gruaja, pra ishte HR ajo, recruitment, dhe tha, si ke filluar punë, si shkoi procesi. Jo, thash më bëra provimin, thash ngela dhe nuk e dujta më, thash. E tha, jo, thash ka shanse ti, tha. Shko, tha, bëj edhe një provimin, tha, unë do flas me atë menaxherin, tha, që ta marrësh, unë e kam dëgjuar tha si fletita dhe di që i gatshëm për të filluar punën dhe mund ta bësh. Okej, thash. E bëra provimin, ishte ora 2 drekës së radhës, jo 2 natës. Dhe mëra 98 nga 100. Dhe thash, e bëra aplikimin, fillova të flas me menaxherët, fillova punën direkt. Dhe pastaj ndodha para që më duheshin, dhe ata më pëlqyen shumë, pra mbasi mbaroi ky projekti për 2 muaj ta thënë, hey, ne duam që të mbajmë akoma në fakt. Por unë i thash, më falni shumë, pra planet e mia janë për misionin dhe më duhet ta heq. Pra kjo ishte një sakrificë, kam duar gjithmonë se ishte një punë shumë e mirë, me pagesë shumë të lartë dhe ishte shumë e rehatshme. Pra thjesht nga shtëpia, përkthyes, një gjë që unë kam qejf ta bëj thjesht klas dhe njoh një herë të rinj. Pra po thjesht tash ke ishte një bekim nga Perëndia, kështu që duhet të ecim me hapat e Perëndis, jo me hapat e mia dhe planet e mia. Pra e lash punën, pastaj fillova të shkoj në mision. Kur shkova në Meksik, kisha trajnimin për misionarët, MTC quhet në anglisht. Dhe kur shkova atje, pra ata më pritën gjithë duar, po isha i vetmi nga Europa, që ishte edhe i pari në fakt duket nga Shqipëria ose nga Europa që shkoi në Meksik për të bërë trajnimin e misionarëve. Dhe pra gjithë ishin duke më pritur, në fakt të gjithë më pritën ka hapur, ti ai shqiptar, ka ardhur Albanian guy. Dhe pra ndihesha shumë rehat, që një nga momentet mia më të preferuar. Edhe ata më thanë, pastaj më mori presidenti, pra çdo trajnim misionar ka një president që është si drejtues i gjithë, dhe ai më mori veç bashkë me gruan e tij dhe më thanë që hey, ne dim që sapo je pagzuar në kishë, dim që nuk ke familja jote nuk janë pjesëtar të kishës, kështu që nëse ke nevojë për çdo gjë thjesht na thuaj. Pra më morën pastaj, më vendosën në një godinë gjigande dhe thanë, këtu kemi të gjitha gjërat që një misionar ka nevojë. Çfarë të duash ti shko merre. Pra mos e vrit mendje për asnjë gjë, pra për këmisha, për këpucë, për kollare, pra të gjitha i ke këtu, ti shko dhe merre çfarë të duash. Dhe pastaj takova me kompanion, me shokun tim, pra që është edhe në foto. Pra ai quhej Zane Elder Letourneau, ka qenë një super influencë në jetën time. Pra, një jeta e misionarit është shumë ndryshe nga jeta normale dhe për mua ka qenë fakt një sfidë shumë e madhe për ta bërë gjithë të ndryshimin. Besoj se për gjithë ka qenë e vështirë, por unë thjesht mund të them që ka qenë shumë e vështirë. Pra isha antisocial, fillova që të shikoja të rinj se sa më të mirë ata ishin se unë dhe fillova pra të bëj krahasime, që është gjëja më e keqe që një person mund bëj, të krahasoj veten me të tjerët. Dhe kjo filloi pastaj që
shumë mendime negative, pra filloi dhe Satanit më sulmonte shumë. Por kampenin e shoku që unë kisha ishte një nga personat më të mirë që unë mund të njoh në këtë jetë, pas dhe tani kam akoma kontakte dhe sigurisht kemi bërë plane për të takuar. Dhe ai ka qenë gjithmonë aty për mua, gjithmonë ishte shumë kuptues dhe shumë empatik. Pra, pavarësisht se ai ishte rritur në një familje shumë modeste, mund ta themi, pra në një shtet ekonomik shumë të mirë. Pra, çdo gjë e kishte pasur gati, nuk kishte pasur shumë përvoja në jetë negative, pra të ishin dhe krahasimet që unë i bëja në moment, fakt, sepse në atë gjendje mendore isha. Dhe po ai pavarësisht çdo gjë gjithmonë ishte ulte me mua dhe më thjesht më pyeste se si mund ta rregullojmë, më pyeste gjithmonë se çfarë nuk shkonte dhe përpiqte që gjithmonë të më kuptonte, pavarësisht se kulturat ishin komplet ndryshe, pra merr Kanadan me Shqipërinë, komplet kulturat e ndryshme, komplet mënyrë jetese ndryshme. Pavarësisht nuk e la këtë që të na ndikonte dhe gjithmonë thjesht përpiqet të kuptonte më shumë. Dhe gjithmonë thoshte, gjithmonë dilte nga si mund ta thuash comfortable place, nga zona e komfortit, po. Nga zona e komfortit e tij për të siguruar që unë isha okay. Pra pavarësisht ishim gjithë, pra unë të qëndroja në grup e kisha shumë problem. Pavarësisht tash isha introvert, pavarësisht po filloi që dilja pak, nuk ishte aq rehat të qëndroja në grup, sidomos me shumë persona që nuk i njihja. Dhe pra ishte shumë social, pra ishte shumë që qëndronte me tjerë. Dhe kjo pra shkaktoi pak edhe atë problemin, sepse një nga rregullat është që ne duhet të qëndrojmë gjithmonë në një vend ku të dëgjojmë dhe shikojmë njëri tjetrin. Pra kjo është një nga rregullat misionare. Dhe ai pavarësisht se unë nuk doja të rija me ata dhe ndonjëherë rija edhe vetëm, pra dëgjoja muzikë apo lexoja shkrimet e shenjta, pra çfarëdo gjë që ishte, thjesht sepse ai më shikonte që nuk isha me të tjerët, ai do i linte të gjithë dhe vinte me mua. Pra gjithmonë dhe përpiqesh të bënte diçka që ne të kënaqeshin, pra thoshte, "Hey, hajde shkojmë luajmë ping-pong apo shkojmë bëjmë ndonjë gjë tjetër." Pra dhe kjo më ndihmoi shumë që thoya, okay, pra kampeni është tamam, pra shoku im është një nga prioritetet e mia si misionar, kështu që dhe isha shumë e fat që e kisha një person që tamam e merrte seriozisht atë. Pra se sigurisht ka shumë misionarë që ndoshta edhe nuk mund ta shikojnë këtë pjesë, pra thonë që okay, pra i mund të rri vetëm, s'ka gjë, ashtu është rehat. Pa nuk po them që e bëjnë sepse janë negativ ose sepse nuk duan të ndihmojnë, por sepse ashtu e mendojnë. Pra, dhe ka pas shumë eksperiencë fakt me këtë pjesë. Por gjithsesi. Dhe pra kjo më ndihmoi shumë. Pastaj isha shumë gati para se të largohesha, ka qenë fix kur largova nga Kumar Academy, kur lash atë, sepse është e njëjta gjë. Pra Kumar Academy dhe aty është e njëjta gjë, pra nuk e vret mendjen për një punë apo për ushqime apo për familjen, pra je thjesht i fokusuar aty, ke gjithë gjë gati. Po tamam si prince. Edhe kur largova aty ishte shumë tamam sigur largova nga Kumar, pra por kisha pas Kumar, thashë okay, thashë e di si funksionon tani, që jam pak më i përgatitur. E kishe një eksperiencë. Craig, më duket shumë e mrekullueshme kjo historia e misionit, se si Zoti ka përgatitur rrugën për ty, është vërtet e pabesueshme, por është një dëshmi shumë e madhe që nëse ne vëmë besimin te Zoti dhe duam të bëjmë punën e tij, ai bën mrekulli dhe e përgatit rrugën për ne. Mjafton dëshira e mirë, besimi edhe gjithçka do shkojë mirë pastaj. Kështu më vjen mirë që ky ka qenë rasti jot dhe faleminderit për shembullin tënd. Pyetja ime do doja që shkurtimisht na tregoje pak se si ishte të shpërndajë Ungjillin te spanjollët, si reagonin ata. Ndoshta mund të më tregosh dhe kujtimin më të bukur të misionit tënd. Okay, pra kur the që shkurtimisht, pra ajo kontradikton pak me misionin tim, sepse unë për misionin mund të flas për vite. Pra sinqerisht mund të flas aq shumë për misionin, sepse ka qenë tamam një nga, po thjesht mund ta them me plot konfidencë që ka qenë ndryshimi më i madh që kam pasur në jetë. Pra kur flasim për ndryshimin e jetë 180 gradë, unë thjesht mendoj për misionin. Edhe nuk besoj se do të ketë ndonjë moment tjetër në jetën time, ndonjë eksperiencë tjetër në jetën time që ndoshta kur të kem fëmijën tim, kur të kem familjen time, sepse thonë të gjithë flasin që është një ndryshim më i madh në jetë. Por për momentin thjesht mund të them që misioni ka qenë një ndryshim shumë i madh, pozitivisht në jetën time. Pra misioni ishte të shpërndaj për sa i përket shpërndarjes së Ungjillit. Gjithmonë kisha çdo ditë, çdo mëngjes dëshira ime për shpërndar Ungjillin dhe për shpërndar dëshminë time personale
ka qenë aq e madhe sa pavarësisht se nuk flisja spanjisht mirë, sepse sigurisht nuk e dija si gjuhë, nuk më ndalonte që unë të flisja me njerëz, pra dhe pse ajo që unë dija thjesht ishte hola como esta, ç'kemi si je, unë do e flisja atë dhe pastaj thjesht do lija shokun tim që bënte pjesën tjetër. Dhe nëse unë do e kuptoja ndonjë gjë nga konteksti, do ndërhyja 80% e rasteve thjesht isha duke folur diçka që ishte jashtë temës. Por që unë e bëja timen dhe thjesht bekimet ishin po të njëjta, përse pavarësisht sepse nuk isha duke e interpretuar atë që doja të thoja rregullisht, sigurisht Perëndia shikonte atë dëshirën që unë kisha, dhe kjo është si mund ta llogarisja suksesin si një misionar, dëshira që unë kisha çdo ditë për të shpërndarë ungjillin. Dhe trajneri që unë kisha ka qenë pra frika ime më madhe që nuk e përmenda më pak kur largova nga trajnimi misionar që kisha atë shokun, thash, okay, pra lutja ime kur ishte në avion, udhëtimi i avionit ishte tmerr, ishte 12 orë diçka atë. Gjithë atë kohë isha thjesht duke u lutur, duke menduar që okay, të lutem trajneri, se trajneri ka një rol shumë të rëndësishëm, apo është në mision është shumë të rëndësishëm, sepse ai do jetë i pari që do të mësoj çdo gjë që do mësosh nga ai dhe e praktikosh në gjithë pjesën tjetër të misionit. Dhe gjëja e parë që më vinte në mend ishte si do kisha trajnerin, pra kush do ishte, çfarë mentaliteti do kisha, do më kuptonte, sepse unë e dija që isha shumë kompleks, mund ta themi, pavarësisht se nuk është një gjë që jam krenar për veten. Dhe pra kisha frikë nëse ai do të kuptonte ajo, dhe gjithmonë isha duke menduar për atë, dhe edhe kur fola me shokun tim parë në trajnimin e misionarëve, i thash kam frikë se si do e kemi trajnerin në mision. Dhe ai gjithmonë ishte duke u lutur për mua, dhe kur shkova në mision dhe i thash pastaj që më pëlqen shumë trajneri, dhe thash gjithmonë isha duke u lutur për këtë pjesë. Pra kur shkova në mision, fillimet dita ime fare ka qenë e mrekullueshme. Pra thjesht kur zbres nga avioni, janë misionarët me marrin me makinë, pra flas me ata për herë të parë, shkojmë tek zyra, të kumblinë të gjithë misionarë, pastaj jemi gjithë ne të rinj që sapo kemi ardhur në mision në Spanjë, dhe na bëjnë një tur në Madrid, pra shkojmë me presidentin e misionit, pra ai që është në vëzhgimin e misionarëve të gjithë në misionin tonë të Spanjës, dhe pra thjesht shkojmë, na flasin pak për Spanjën, na vënë disa ushqime, pra provojmë churres, pra që janë në Spanjë janë shumë të famshme, dhe pra ishte e mrekullueshme, pra ndjesha shumë mirë sepse kisha edhe misionarë që sapo kishin ardhur, e djeshja ata nuk kishin eksperiencë, pra ishim jo të rehatshëm, por i rehatshëm në kuptimin që nuk jam vetëm. Dhe pastaj në mision, pra kur do zgjidhet trajneri, është një moment shumë si mund ta thuash, aq i rëndësishëm sa mënyra se si e bën është i ke gjithë misionarët, pra të rinjt i ke ulur te karrika, dhe mbrapa teje do kesh një rrjesh me gjithë misionarët që janë trajnerë, që do trajnojnë. Okay, dhe presidenti pastaj e di se kush do shkojë me kë. Okay, dhe gjithmonë do japi një misionar, janë dy elderat, dy misionar që janë me teknologjinë, dhe do japi një foto të qytetit ku ti do jesh, pra të zonës tënde. Dhe për shembull, thosh aty Mallorca e Spanjës, dhe në atë moment gjithë janë duke i goditur, domethënë këmbë që kush det, dhe pastaj thot emrin e misionarit që do shkojë atje. Dhe pastaj është pra shumë hektike, është shumë gjithë janë duke vërtitur, gjithë janë duke qeshur dhe duke parë për momentin, dhe kur që e imja, pra që Alicante, që më vonë do të jetë qyteti im i preferuar në gjithë jetën time. Dhe pra kur takova trajnerin, pra ishte për qafimi që ai më ka dhënë, ka qenë një gjë që nuk e kisha përjetuar asnjëherë më parë, thash. Wow. Se kisha asnjëherë. Pastaj masi mbaroi kjo, ulëm, pra filluan të hanin bashkë, filluan të flisnim, dhe të njiheshim, dhe thjesht të shikoje në sytë e tij se çfarë dashurie të madhe ai kishte, pra ishte shumë e mrekullueshme, pra sinqerisht mund të shikoja Jezu Krishtin në krah të tij. Ka qenë shumë moment i lumtur për mua, dhe pra tamam djeva lutjet e mia të përgjigjen. Pra pastaj shkuam në Alicante, pra ishim në Madrid, në Madrid shkuam në Alicante me tren, ishte 2 orë gjysmë 3, pra gjithë atë moment ishim duke folur për njëri tjetrin, ai shpërndavi dëshminë e tij, një dëshmi shumë mrekullueshme që nuk isha dëgjuar ndonjëherë, dhe më ndihmoi tamam edhe mua që të ndihesha më i fortë në besimin tim. Dhe ishte
E mrekullueshme. Dhe pra ky është djali që më tha që okay, ndoshta do shërbesh në Madrid. Pra që aty përfundova të shërbej pastaj dhe kjo gruaja në bicikletë është nga në fakt bëra edhe një podcast me të kur isha në Republikën Çeke, pra pak a shumë ishte e njëjta gjë. Edhe pra kur trajnova atë ka qenë ishte e mrekullueshme, pra mund ndjeja tamam sikur isha unë në vendin e tij dhe kisha një përgjegjësi shumë të madhe sepse isha i vetmi që mund të flisë spanjisht dhe çdo gjë duhet ta bëja unë, pra duhet mësime duhet i planifikoja unë dhe çdo gjë pra pak a shumë sigurisht isha vetëm, por sigurisht ai ishte gjithmonë aty për mua, gjithmonë më thoshte që nëse kishte nevojë do të më ndihmonte. Dhe një nga pra siç dhe pastaj nga shërbimi i misionit, pra që u bë dhe hobi më i madh ishte predikimi i Ungjillit. Unë fillova të mësoj spanjisht në një nivel jo të mirë, por që nëse do të flasim për Ungjillin, mund të kthej çdo përgjigje në një sekond, pra nëse do të flasë për doktrina të thella, ose për pyetje që nuk kanë përgjigje thjeshta, unë mund ta gjej përgjigjen në moment. Dhe kjo u bë edhe pjesë, pra u bë edhe hobi më preferuar nga misioni që të mund të predikoja Ungjillin. Pra fitova aq shumë konfidenca në veten time, pra sigurisht mund të shkoja, pra jo mund po shkoja në rrugë dhe ndaloja çdo person që shikoja që lëvizte. Pra motoja jon ishte që fol me çdo gjallëes që lëviz. Dhe mund ndaloja çdo person dhe filloja direkt ti mësoja. Por sigurisht nuk isha aq monoton sa thjesht i thoya që okay, të besojmë neve, hajde me neve. Pra gjithmonë filloja të një bisedë me ta sigurisht dhe thjesht tregoja interes. Dhe ata e shikonin dhe pastaj vazhdonin ata të flisin me neve dhe i ftonim në kish. Dhe para se mbaroj misionin, 2 veta që njoha në rrugë u pagzuan. Dhe njëri nga ata pastaj më tha që kishte dëshirë të shërbente mision, pra ishte thjesht 18 vjeç, me të njëjtën moshë me mua. Pra ishte ndjesie e mrekullueshme. Shumë bukur. Unë të them të drejtën, Craig, jam një si thua avokat që mendoj që misioni vërtet të ndryshon jetën, të jep eksperjenca që asnjë gjë tjetër nuk mund të japi. Edhe jam shumë i njohur për influencën e ndoshta ndryshimin kolosal që misioni ka patur tek ty. Edhe ne kishim shumë pyetje në fakt në lidhje me misionin, po ti ke përgjigjur që të gjitha. Edhe nuk duam që ti të pyesim përsëri, por ke qenë shumë i hapur me ne dhe jam shumë i njohur që ke folur me kaq shumë dashuri të pastër për eksperiencën e misionit, për të shërbyerit me shokët e misionit, por edhe me antarët aty në Spanjë. Kështu faleminderit shumë për fjalët që ti ndave me ne për misionin tënd. Unë vetëm një pyetje kam në lidhje me misionin dhe pastaj do ta mbyllim aty, sepse e di që na ke folur shumë për misionin, por tani që je kthyer, çfarë ndoshta një gjë tipike që ti ke bërë si misionar akoma vazhdon që ta mbash fort edhe tani pasi ke përfunduar misionin tënd? Pra një gjë që misioni më ndihmoi shumë, që ka lidhje edhe me këtë, është pra siç thash konfidencat personale. Pra kisha shumë unë isha mund ta thuash ai kompanjeni jo i mirë i gjithë misionarëve. Pra me misionarin, me shokun e parë, pra ja vendosa fajin aty, thash anse e ka ky. Pra 2, 3, 4 ndodhi gjithmonë, thash okay, thash e kam unë fajin, thash nuk kam mundësi ta që ndodhi me të gjithë e njëjta gjë. Dhe fillova që tamam të hapesha me misionarët, me kompanjenin dhe tamam të shprehja atë që unë kisha. Dhe pashje tamam ata interesonin për mua, pashje ata tamam donin të më ndihmonin. Dhe kjo pra tamam fillova të ndryshoj komplet jetën time. Pra në këto momente çdo shok që unë kisha, për çdo 6 javë që unë ndryshoja shokun, kam mësuar një gjë shumë vlefshme. Dhe një gjë që përpiqem ta praktikoj gjithmonë, sigurisht çdo gjë që unë mësova në mision, pra jeta misionare përpiqem që ta bëj eksaktësisht ashtu në fakt. Sepse është e mundur, nuk po them që nuk është, ndoshta jo 100%, por është e mundur që ta bësh si misioni. Dhe para është studimi personal. Çdo ditë në misioneve kemi studimin personal, 1 orë e kishim në mision kur studion shkrimit e shenjta që përgatitesh për ditën, vendos mbrojtjen për ditën. Dhe kjo është një gjë që unë vazhdoj ta bëj akoma. Dhe sigurisht është pra me shkrimit e shenjta, me mbajtjen e shënimeve, pra përpiqem ta bëj në të njëjtën mënyrë. Vetmja
problem është që atje e shpërndaja gjithmonë atë që mësoja, pra mësoja diçka dhe doja që ta ngulisa më në mendje, kështu që e flisa me shokun tek studimi që kishim me kompanionin, pra me shokun ton. Kemi një studim që bëhet bashkë dhe gjithmonë e shpërndaja. Dhe këtë unë përpiqem ta shpërndaj me një pjesëtar tjetër familjes, ndoshta edhe me motrën, ndoshta me një person që mund të flas, pra thjesht përpiqem ta shpërndaj me dikë që ta di dhe unë ta mësoj më mirë. Pra kur mësoj një tjetër e mësoj më mirë vetë. E dyta është që fakti kam dhe këtu që e mbaj gjithmonë me vete është journaling, pra që mban shënime të ditës ose të thjesht mendimeve që ti ke. Dhe në fund të faqeve, pra para se unë të mbaroj emisionin, kam mbajt disa shënime që quhet the most important things to remember. Pra kam bërë një listë të gjitha parimeve që unë mësova në emision që nuk dua ti harroj, pra janë 4 faqe diçka tillë. Dhe nëse unë dhe përpiqem t'i lexoj për ditë që të mund të jem sa më up to date, pra sa më i përmirësuar në memorien e këtyre parimeve. Dhe pra kjo është e dyta, e treta është komunikimi. Komunikimi është shumë e rëndësishëm, pra që gjithmonë që unë ndihesha frustrated, pra i mërzitur në emision, gjithmonë duhet ta fisja me shokun e kompanionit dhe ndihmonte që ta rregullonien. Dhe kjo është diçka që përpiqem ta bëj edhe tani, gjithmonë përpiqem të flas me personat e tjerë që ndoshta shkaktojnë problemin, por gjithmonë përpiqem të jem sa më i hapur, pra nuk e di si thuhet shqip, pra outward dhe jo inward. Pra kjo është janë 2 gjëra që tamam më influencon shumë jetën. Dhe tjetra, lutjet, shumë e rëndësishme, nuk do përpiqem të bëj gjithmonë lutje në mëngjes dhe në darkë, por gjithmonë edhe lutjet që gjatë ditës, pra për çdo gjë që kam nevojë. Dhe pak a shumë këto nuk po më vjen ndonjë mendje, gjithmonë përpiqem të jem sa më pozitiv, gjithmonë përpiqem të qëndroj larg influencave të këqija, sigurisht, larg pra nuk e mbaj mend kush e tha në një konferencë të përgjithshme, një apostull më duket ishte që tha është më e lehtë të qëndrosh larg pra si thuhet temptations, Tundimeve. Larg tundimeve se sa ti rezistosh atyre. Pra kjo më pëlqeu dhe më shumë dhe gjithmonë përpiqem që qëndroj larg tundimeve. Pra dhe gjithmonë përpiqem të jem pozitiv. Kjo është diçka që e kam gjithmonë në mendje që ndodhi çfarë ndodhi, thjesht mendo pozitive. Perëndia ka një plan më të madh për ty, pra nuk mund ta shohim atë pikturën e madhe në moment, por që është aty gjithmonë. Patjetër, unë mendoj që ti po i bën të gjitha gjërat shumë bukur, shumë sakt. Sidomos pas kthimit të misionit është gjithmonë e vështirë, por me sa duket ti e përshtatur me jetën pas misionit, sepse të them të drejtën, misioni nuk është se mbaron, misioni me kohë të plot mbaron, po misioni jon nuk mbaron kur. Kështu që kur kthehemi ne mendojmë që kjo ishte kaq, e bëra punën time, por është një diçka që ne e bëjmë gjatë gjithë jetës tonë. Dhe ti po bën shumë gjë shumë të bukur, sidomos edhe për ditarin që na tregove, se ditari ka qenë një gjë shumë tipike, shumë e rëndësishme në misionin tim. Pothuajse çdo ditë unë vendosja eksperiencat, momentet që unë përjetoja në mision, edhe ka qenë një gjë shumë e bukur që tani mund t'i kthesh pas dhe të reflektosh për ato kohë. Unë doja të pyes tani, Craig, për profesionin tonë, se mund ta thuaj dhe për talentin që ti ke për kthimin e gjuhëve të huaja. Çfarë mund të na thuash ti për kthimet? A mendon që Perëndia ka bekuar ty, sidomos me një urin që ti ke dhuratën e gjuhëve për të interpretuar? Absolutisht që po. Në gjithë hapat e jetës time, pra gjuha anglishte, pra mënyra ose mund ta thuash fakti që un kam ditur një gjuhë të dytë, më ka ndihmuar në çdo moment. Pra mund ta marrësh nga fillimi që pra lidhja që unë kisha me motrën time, pra se sa të afër ishte për gjuhës, pra shumicën e gjuhës anglisht e mësova nga ajo, sigurisht. Pra ajo dëgjonte këngë anglisht, pra unë pak a shumë u rrita duke dëgjuar thjesht muzikë anglisht, kështu që thjesht truri filloi të mësohej me të. Pra puna që gjeta para misionit, që e bëri të mundur që të shkoj në mision, ose fakti që kur isha në Kumara Academy, pra shoku që unë kisha, gjitha gjërat që mësova, sepse çdo gjë flitesh anglisht. Kur isha edhe në Meksik, pra sigurisht isha aq i rehatshëm sepse shoku që unë kisha ishte nga Kanada, thjesht flisnim anglisht. Spanjishtja që unë mësova, e mësova nëpërmjet anglishte, sepse nuk kishte burime që ta mësoja nga shqipja, pra do ta mësoja nga anglishtja. Dhe kur isha në Spanjë pastaj, edhe gjithë shokët e mi ishin amerikan, pra 99% e tyre ishin amerikan, kështu që po mos di anglisht, nuk do ishte e mundur që unë të kisha një lidhje aq të fortë me ta, dhe të mësoja aq shumë sa kam mësuar tani.
Dhe tani që jam kthyer përsëri që mund të ndihmoj dhe misionarët, mund të ndihmoj dhe çiftin që janë pra një moshë më madhore që nuk e mund ta mësojnë gjuhën shqipe, jam gjithmonë aty për të kthyer. Pra thjesht fakti që Perëndia më ka dhënë këtë dhuratë që unë mund ta përdor këtë talent për të ndihmuar njerëzit e tjerë, është e mrekullueshme nga bekimet që unë fitoj nga këto. Është shumë e mrekullueshme dhe sigurisht dhe tani që jam një profesion jo zyrtar që mund ta themi, sepse nuk është se jam i certifikuar për të qenë një përkthyes, por që më ka hapur shumë mundësi për të pasur të ardhurar, pra që të punosh si përkthyes, dhe siç thash është një nga bekimet më të mëdha që kam marrë nga anglishtja dhe nga eksperjenca që kam pasur në Kish, pra duke bërë thirrje si një përkthyes, fillova dhe të marr një bekim kaq të madh se një profesion si përkthyes. Sa mirë. Craig, tash dua të kaloj një temë që më pëlqen shumë të pyes njerëzit. Dua të di çfarë planesh keti tani, sigurisht mbas misionit, mbas fazës që je tani, a ke në plan të bësh dating, a ke menduar për jetën bashkëtorë, si janë planet e tua? Pyetje shumë e bukur. Pra kjo ishte një nga gjërat që fola me presidentin në mision para se të mbaronin. Pra na mblodhi të gjithëve dhe na tha, pra thjesht këshilla për dating. Dhe ajo që është pak e vështirë, të jemi sinqert, sepse ato që unë kam mësuar tani nga misioni dhe dëshira ime e madhe për të qenë në Kish dhe për të shërbyer në Kish, janë kaq të mëdha sa që janë pjesë e jetës time dhe një nga nuk dua të bëj një listë të gjërave që kërkoj nga bashkëshortja ime e ardhme, por janë disa gjëra që nuk mund t'i dal askundër, pra janë disa gjëra që dua t'i bëj se s'bën, pra nuk janë kritere të personalitetit të saj, por janë kritere të gjërave që dua të bëj, pra janë qëllimet e jetës time. Dhe një nga gjërat që mësova është nëse bashkëshortja jote nuk pra del kundër atyre që ti ke në plan, pra nuk jeni paralel me qëllimet e juaja, pra nuk funksionon. Pra dhe një nga gjërat e mëdha që unë përpiqem të shikoj tek bashkëshortja është që të jetë shumë e fortë në Kish, që sigurisht të përpiqet të mbaj ordinanca që ka kryer në tempull është shumë e rëndësishme dhe të ketë shërbyer mision. Pra nuk e them sepse sigurisht ka njerëz të mrekullueshëm që ekzistojnë që nuk kanë shërbyer mision, por thjesht gjërat që unë kam mësuar mision, pra siç thash, është tamam kanë peshë më të madhe nga të gjitha gjërat që unë kam mësuar në gjithë jetën time pas. Pra çdo gjë që unë kam mësuar nga jeta ime e parë kam hudhur në plera, thjesht nga parimet që unë kam mësuar në mision. Pra sikur vetëm ato një vit e 9 muaj sa isha, më kanë mësuar aq shumë për jetën e ardhmes, pra sa që unë aty linda, mund ta them, pra tamam linda në mision. Dhe kjo prandaj është një nga parimet e mia të kryesore për bashkëshortin e ardhmes që të ketë shërbyer një mision. E mirë do të ishte sigurisht që të ketë shërbyer të njëjtin mision si unë, por nuk është aq e rrallë, por sigurisht parimet janë të njëjta në çdo vend. Dhe pra kjo është plani i radhës, pra sigurisht unë jam në kontakt akoma me disa njerëz nga misioni, kështu që por shumica në Amerikë, kështu që është pak e vështirë. Dhe për sa i përket planeve të karrierës personale, të jetës personale, për momentin nuk jam shumë i sigurt, pra jam duke përpjekur të studioj në universitet sepse nuk e kam kryer universitetin, kështu që është diçka që jam duke e planifikuar. Ndoshta bëja ju sepse motra ime është atje, por nuk jam i sigurt nëse do ta marr, nëse jo, mund të studioj në Spanjë, pra është një opsion që e kam aty në zyrtar. Edhe pra kjo është pak a shumë për sa i përket planeve, por nuk i kam aq eksakte, por si gjithmonë, pra ajo që unë mësova para misionit ishte që thjesht besoj Perëndis dhe bëj ato që ti mund të bësh. Pra në doktrina dhe beslidhje nuk e mbaj mend saktë, por thot tamam që bëj ato që ti mund të bësh dhe lëreja pjesën tjetër Perëndis para në fjalët e mia në interpretim. Dhe ose si të thot tek Nefi që është edhe një nga preferencat e mia që pas çdo gjëje që ne mund të bëjmë. Pra nuk është se ne kemi kontroll në 100% të gjërave, kështu që unë thjesht përpiqem të jetoj me këtë parim që thjesht bëj më të mirën time, përpiqem të jap maksimumin tim dhe aty ku do të çoj Perëndia, aty do jem. Nëse duam në Shqipëri do të jem në Shqipëri, nëse duam në Itali do të jem në Itali. Pra kjo është pak a shumë planeve që kam për momentin. Mendoj që kaq të mjafton ti i ke synimet e qarta, pastaj me lutje, me të parë rrethanat do ecësh përpara. Ne ke kaluar tashmë, ti di si të veprosh, me besimin në Zot do të shkojmë mbar.
Edhe uroj që ta gjesh shoqin e përjetshme fikse ashtu si çdo. Gjëja tjetër që unë doja të pyesja Krejk, se edhe vetë duke qenë një person që nuk është rritur në kishë, ti e kthyer 17 vjeç në besime dhe nuk ke marr pjesë, nuk e di, në fillore, nuk i ke marr ca njohuri. Çfarë është diçka ose një traditë familjare që ti do doje që ta kishe në familjen tënde tashme dhe tua mësoje fëmijëve tu që ty ndoshta të ka munguar? Oh, është shumë e bukur. Mbrëmjet familjare është një nga gjërat që bësh në mision shumë me familje të tjera, që ishte shumë mrekullueshme. Pra gjithmonë takohen me familje, pra mbasi mbaroni ushqimin, shpërndan një mesazh, luanin ndonjë lojë, ishte e mrekullueshme. Mbrëmjet familjare janë që e vetme fakt, se për gjërat e tjera pak a shumë mund të jesh një gjë personale, për shembull, studimi i shkrimit të shenjta, pra është gjë që mund ta bëj secili personal, por nëse do të merret diçka që mund ta bëjmë bashkërisht si familje, do të ishte të kesh mbrëmje familjare. Është shumë e mrekullueshme se sa afër ti mund të jesh me ata, se sa të lidhur mund të jeni dhe se sa shumë mund të mësoni nga njëri tjetri. Pra një shkrim që ti mund ta lexosh thjesht kur dëgjon nga opinione të ndryshme, nga mendime të ndryshme, tamam hap një univers tjetër mendime që thua, wow, nuk isha menduar asnjëherë atë dhe thjesht merr sa më shumë zbulesa në jetën tënde, pra që është shumë e rëndësishme. Pra çdo gjë që ti ke nevojë ta dëgjosh në jetën tënde mund ta marrësh nga një person që nuk e prisje fare. Kështu që thjesht ta hapësh mundësinë për familjarët e tu që të marrin këto zbulesa ndryshme, do të ishte një gjë shumë e rëndësishme për mua në familjen time të ardhshme. Shumë e vërtet. Jam e sigurt që do ta bësh edhe do ta bësh mirë. Gjëja tjetër që doja të pyesja pak është për kohën tënde të lirë. Kam parë që ti ke shumë talente, po a ke ti ndonjë hobi tjetër që e praktikon në kohën e lirë dhe që ty të bën të lumtur përveç përkthimit edhe teknologjisë? Në mision fillova të mësoj kitaren dhe sigurisht pra tani mund ta luaj mirë, mund të luaj këngët që dua dhe ja, okay. Dhe pra do të lirë të luaj kitar, shikoj filma ndonjëherë. To kohët e fundit pas misionit me të drejtën nuk jam më fiksuar pas filmave, më përpara isha shumë. Luaj videolojra, më pëlqen videolojrat, por kur luaj me shokët e mi, jo vetëm bëhet e mërzitshme. Dhe dal dhe me shokët, përpiqem çdo pas dite, por tani puna ka bërë pak të limituar. Dhe para shumë këto, nuk është se kam ndonjë hobi tjetër dhe më pëlqen të mësoj gjëra të reja. Nëse pra për shembull para një muaji duket thjesht fillova të mësoj Excel. Pra thjesht e kam parë që është shumë e rëndësishme në karrierën tënde, kështu që thjesht u futa YouTube-it, mbaj shënime, pra thjesht çdo ditë kisha një orar të veçantë. Në fakt që është edhe një gjë që harrova ta përmend, pra gjë që përpiqem të bëj, që është pas misionit, është të kem një kalendar, pra që çfarë do bëj në çdo moment të ditës. Është shumë e rëndësishme dhe tamam menaxhohet koha shumë kollaj. Dhe pra edhe kjo është që për shembull përpiqem që të mësoj ndonjë gjë të re çdo ditë, ose video editing, pra Canva ose lloj programe të tjera. Pra thjesht pëlqen të mësoj sa më shumë që të di sa më shumë për të ardhmen. Dhe pra kjo është pak a shumë e hobit tim. Pra nuk e futa shkrimet e shenjta tek pjesa e hobit, sepse është diçka që nuk e mund ta heq, kam çdo ditë aty. Pra kam në kalendarin tim që okay, 1 orë ose 30 minuta minimumi duhet të bëj shkrimet e shenjta. Pra gjithçka që nuk mund ta ndryshoj asnjëherë, do të jem shumë eksakt për sa i përket asaj. Mendoj që e ke gjetur cilësin, atë formulën për të pasur sukses. Kështu që nëse vazhdoni bën këto gjëra, me siguri do kesh sukses edhe do shkosh bekime shumë të nda në jetë. Kështu që bravo. Krejk, ti e frekuenton rregullisht klasën e institutit. Në veçanti normalisht e di që para pak kohësh ishte Monika në fakt që kemi pasur edhe ne si të ftuar në podcastin ton, e cila na solli në kontakt me ty. Doja të pyesja si të ka bekuar ndoshta edhe klasa e institutit, por edhe studimi i shkrimeve të shenjta, mund të na japësh ndoshta ndonjë perspektivë të kësaj? Po, në mision, pra mua më pëlqeu shumë klasa e institutit. Kishim klasën e institutit dhe gjithë ishim mosha të njëjta, pra të rinj, dhe të kishe një mësues, pra të kishe atë hapësirën tënde ku mund të shprehje mendimin tënd dhe të dëgjojë opinione të ndryshme nga persona të njëjtës moshë. Ishte tamam shumë frydhënëse dhe ishte thjesht një mjedis ku mund të shikoj tamam që okay, nuk e kam vetëm unë të pyetje, ose okay, dhe këta kanë të njëjta shqetësime si unë, pra mosha ka të bëjë shumë. Dhe kur do kthehesha në Shqipëri para se të mbaroj misionin, pra e kisha këtë frikë tash, i nuk do e kem mundësinë e institutit, sepse tek dega në Elbasan nuk e kemi institutin. Por pastaj Monika më shkruan, se mbajmë kush më shkruan, po thjesht edhe unë filloj të kem kontakt me Monikën
që kemi institutin online. Edhe thash, okay, super, thash sigurisht edhe online më mirë se pa hiç fare. Edhe pra fillojmë pastaj të fërkojmë të klasën e institutit, dhe fillon të pëlqej, është okay, pra se ti ndan mendimet e veta, dhe është pra si thash, e kam përsëri atë mundësinë që të kem atë hapësirën për të shprehur mendimin, që të mundë unë, pra si thash, mësoj më shumë kur jam duke folur me të tjerë. Edhe është thjesht një mundësi që teknologjia tamam na ka bërë të mundur dhe që unë ndiem shumë mirë njohës. Sa mirë, më bëhet shumë qefi. Vërtet instituti është diçka që është shumë e çmueshme, sepse ti jep jo thjesht njohuri shpirtërore, po ti jep edhe mundësinë që ti të rritesh bashkë me bashkëmoshtarët e tu, sepse që të gjithë jemi aty për të ngritur njëri tjetrin dhe për të suportuar njëri tjetrin besimin ton. Si njëri në moshë madhore, Craig, aktivizimi jot në Kish është për t'u admiruar, dhe unë do të pyesë çfarë këshille ti ke për bashkëmoshtarët e tu në Kish për të qenë më shumë aktiv dhe për të përpjekur më shumë për të marrë pjesë në të gjitha programet edhe gjërat që ne japim në Kish? Shkurtimisht, Jezu Krishti. Një nga bisedat më të bukura që unë kam mësuar, pra unë më pëlqen shumë, kam studiuar shumë biseda të ndryshme, dhe një nga bisedat që studiova ishte nga BYU Speeches quhet, pra bisedat BYU nga profesor, dhe tha, nëse jeta jote ose konfidencat tua personale varen nga gjërat e tjera përveç marrëdhënies tënde me Jezu Krishtin, ti je në probleme të mëdha. Dhe kjo tamam me goditi, nuk e di, shumë fort, si një shuplak mund ta themi nga fryma e shenjtë. Pse? Sepse çdo gjë është tek Jezu Krishti. Pra tamam fokusi është Jezu Krishti. Mund gjithmonë më bënte përshtypje kur thonin kam një problem në jetë, ata thoshin Jezu Krishti. Pastaj kush është lidhja? Edhe por ajo që më pëlqeu, që mësova, është se tamam çdo gjë varet nga Jezu Krishti. Nëse ne kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë me Jezu Krishtin, të premtoj, pra të gjithë ata që mund të janë duke dëgjuar, ju premtoj që do të mund të përballni çdo gjë në jetë. Pra premtoj me pa dyshim dhe me plot konfidenca. Kur unë isha në mision, pra fillova ta mësoj këtë, kur unë bëra lutjen e parë, që tamam ishte lutje nga zemra, e mësova këtë. Dhe që nga ato momente, gjithmonë që e dija që Jezu Krishti ishte përgjigja, e dija që nëse unë kam marrëdhënien time me Jezu Krishtin aq të fortë, mund të bëj ballë çdo gjë, gjithmonë e di ku ta gjej, gjithmonë e di si ta gjej. Dhe një nga mënyrat më të mira është sigurisht të shkojmë në Kish. Pra, dhe ka të bëjë edhe shumë mentaliteti se përse shkojmë në Kish. Është okay që të shkosh për komunitetin, është okay që të duash të flasësh me të tjerë, por nuk duhet të jetë ky fokus, nuk duhet të jetë ky qëllim. Nëse ky është qëllimi, thjesht jemi duke u mbështetur në një mur që do të shembet. Nuk jemi duke u mbështetur tek shkëmbi i Jezu Krishtit, shkëmbi që nuk shembet apo jo. Dhe pra kjo do thoya, nëse ne duam, të gjithë kemi nevojë në çdo gjë në çdo moment të jetës tonë. Asnjëri nga ne nuk është imun nga atak, nga sulmet e Satanit, asnjë nga ne nuk është imun nga problemet e jetës që na vijnë përballë. Dhe prandaj të gjithë kemi nevojë për Jezu Krishtin. Dhe të gjithë kemi nevojë për influencën e frymës së shenjtë, siç e tha dhe presidenti Nelson, që askush në ditët e sotme nuk do mund të jetojë pa influencën e frymës së shenjtë, është e pamundur. Dhe pra dhe si mund ta marrim ne këtë? Është shumë e thjeshtë. Pra neve kemi kaq shumë, pra vetëm ajo që më pëlqen nga Kisha, jo vetëm në fakt, shumë nga gjërat që pëlqen nga Kisha është që se sa rregulla ne kemi, pra sa më shumë rregulla ti ke, sa më shumë beslidhje që ti bën me Perëndin, aq më e fortë është lidhja jote me të. Pra kjo është diçka që nuk duhet parë me atë që më shumë rregulla, më shumë gjëra për të bërë. Jo, është komplet e kundërta. Pra sa më shumë aq më mirë. Pra aq më e fortë do të jetë zinxhiri që na lidh me atin që lloj dhe Jezu Krishtin. Dhe kjo do të ishte këshilla ime që një Jezu Krishtin. Nëse ne nuk njohim karakterin e Jezu Krishtit, nëse nuk njohim personalisht Jezu Krishtin, sepse të gjithë e njohim si personazh, por a njohim ne personalisht, nëse ne nuk e kemi atë eksperiencën tonë personale për Jezu Krishtin në jetën tonë, atëherë jemi tamam problemet më dha, sepse nuk do munden tamam që të jetojmë pa Jezu Krishtin. Dhe siç është shkrimi tek Matthew 27, pra Mateo 27, diçka e tillë, që do jemi para Perëndis, do jemi para Jezu Krishtit, dhe Jezu Krishti do na thotë që largohu nga unë se nuk të njoha. Pra pavarësisht se ti fola ai shumë për mua. Dhe pra kjo është më e rëndësishme, dhe nuk ka moment vend më të mirë, pra përsëri siç e tha Nelson, vend më të mirë për të njohur Jezu Krishtin sa tempulli. Dhe si mund të shkojmë në tempull, sigurisht duke shkuar në Kish më përpara. Pra është
nuk është thjesht të marrësh parasysh se çfarë po vëm në këtë botë. Pra nuk mund të kemi mentalitetin ose mendimin ose qëllimet e jetës tonë që okay, duhet të kemi një punë të mirë, duhet të kemi një rrollë të mirë dhe kaq mbaroj. Pra ku është tamam fokusi ynë? Është fokusi tamam tek të qenurit në një mjedis, në një vend gjithmonë me atin qellor e familjes tona apo jo. Nëse ne nuk kemi duke menduar celestialisht, jemi problemet më dha. Pra këshillat që ne po marrim nga profetët në të ditë e fundme që përgatiteni për ardhmën e dytë të Jezu Krisht. Pra nuk është puna për të pasur frikë, por duhet të nxitohemi. Pra siç e thash, është e gjitha Jezu Krishti. Ne nuk mund ta njohim Jezu Krishtin jashtë kishës, nuk mund ta njohim atë në pube, nuk mund ta njohim atë në për video lojra, nuk mund ta njohim atë duke qëndruar me shokë që nuk janë influencë mirë, dhe nëse nuk duam ta njohim është akoma edhe më keq. Kështu që kjo është vetëm këshill. Njih Jezu Krishtin, shkon kish, bëj beslidhje dhe mbaj ato. Nëse nuk i mbajmë nuk ka kuptim të bëjmë beslidhje. Dhe pyetjet janë shumë thelbësore. Bëj pyetje dhe duhet të thjesht të mësosh. Pra, nëse nuk do të ishe për misionin, nuk do të kisha mësuar asnjëherë këto që mësova tani. Pse? Sepse misioni më forcoi që të më vendosin ato mjedise. Pra që unë duhet të vazhdoj përpara. Pra, nëse unë do isha këtu në Shqipëri, nuk do isha në mision, do ndodhte diçka e keq, unë thoya, punë e madhe, do merrja telefonin, do merrja videolore, nuk do mësoja, nuk do e kisha atë mundësi që unë ta përdorja ungjillin në jetën time. Por në mision nuk i kishin këto, nuk kisha videolore, nuk kisha Instagram, nuk kisha asnjë gjë nga këto që ishin mënyra ime për të larguar nga problemet. Dhe çfarë kisha? Thjesht librin e Mormonit. Çfarë kisha? Kisha thjesht lutjen. Dhe sinqerisht to ishin ato që më kishin nevojë, pra këto ishte vetëm ajo që kishin nevojë. Dhe tani është diçka që praktikoj gjithmonë. Nuk përpiqem të largohem nga problemet, por përpiqem të lutem, përpiqem të pyes për çfarëdo që mund të mësoj nga kjo eksperiencë dhe si mund të bekoj një person tjetër. Nëse unë jam në një moment vështirë, thjesht i them, okay, më jep një mundësi që unë mund të shpërbej një personi tjetër, më jep një mundësi që unë mund të predikoj ungjillin tënd që unë të marr bekimet nga ty. Pra, është e mrekullueshme nëse ne i zbulojmë këto mënyra se si mund të jemi kaq afër me frymën e shenjtë qellor. Tamam kemi atë life hack-un ose kemi atë Chelsea-n e të jetuarit në këtë jetë. Dhe e ka thënë, nuk e mbaj mend kush e ka thënë tamam, por në çekia mësova që lumturia është zgjedhje. Dhe neve zgjedhim nëse duam të jemi të lumtur apo jo. Dhe nëse ne duam tamam të jemi të lumtur, Jezu Krishti është përgjigjja. Sa bukur, sakt. Më pëlqen shumë përgjigjja jote, sepse ajo është në fakt, si thua, njohuria që ne kemi prej kësaj ungjilli është se Jezu Krishti është pyetja, por edhe përgjigjja. Edhe për sa kohë që ne drejtohemi tek ai, mund të marrim, si thua, shpresë, paqe, por edhe ndryshimin e madh të jetës tonë, të cilën ne kërkojmë. Kështu që faleminderit. Në fakt kjo ishte edhe pyetja ime tjetër që do bëja, por ti e përgjigje shumë bukur, sepse ndonjëherë ndeshemi me tundimet ose ndoshta me konfliktet që a do ishte më e lehtë për mua që të largohesha apo të qëndrohesha në udhën, edhe nuk e di nëse mban mend edhe atë moment kur Jezu Krishti ju drejtua apostujve që i tha, a do të largoheni dhe ju? Ku do shkojmë? Po, e mban mend sot. Edhe përgjigjja atyre është që ku do shkojmë ne, sepse Jezu Krishti ka jetën e përjetshme. Në asnjë vend të botës ose në asnjë person tjetër nuk mund të gjesh atë lumturi, paqe, po dhe shpëtim të jetës tënde. Kështu që faleminderit, e the shumë bukur, nuk dua që të marr më shumë kohë të kësaj. Do t'ja kaloj kohën tani Enidës, që cila do të bëj pyetjen e fundit të podcastit. Ajo që po mendoja krejt teksa po flisje ishte që ke një dëshmi shumë të fortë dhe jam shumë mirënjohëse për këtë. Tani erdhi koha e pyetjes së fundit. Unë dua që të pyes çfarë do të thotë për ty që të jesh një shenjtor ditëve të mëvonshme. Okay, shumë interesante. Pra nëse do ta marrim në qëllimin tonë në këtë botë, do të ishte sigurisht si misionar mbledhja e Izraelit. Pra një nga qëllimet tona është sigurisht të mbledhim të gjithë fëmijët e Izraelit, të gjithë fëmijët e Perëndisë, që të njohin Jezu Krishtin. Dhe të jem një shenjtor, ditën e mëvonshme mua thjesht më tregon të jem një përfaqësues, të jem një i Jezu Krishtit. Dhe kjo është shumë thelbësore, shumë e rëndësishme, duke u marrë në faktin që duhet përpiqem të jetoj si Jezu Krishti, duhet përpiqem të jetoj ungjillin e tij, pra 5 hapat që na mësohen gjithmonë, besimit, etj, të pendesës etj. Dhe kjo është shumë thelbësore dhe
tjetra pastaj sepse janë shumë gjëra që na kërkohen në këtë botë, pra dhe për mua ti jemi shqitor është që duhet i plotësoj të gjitha këto gjërat në mundësinë e më të madhe më të mirë që un kam. Sigurisht nuk na kërkohet që ne të vrapojmë shumë se sa mundemi, siç e thotë tek libri i Mormonit, por të jemi shqitor, ti është tregon që unë të ndjek Jezu Krishtin dhe të mund të jem një shembull Jezu Krishtit tek personat e tjerë dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është sigurisht pra kur themi që të ndjekim Jezu Krishtin, pra i përmbledh të gjitha, sepse të gjitha gjërat që ne bëjmë tamam janë për Jezu Krishtin, tamam dëshmojnë për Jezu Krishtin, një shkrim tjetër tek libri i Mormonit, çdo gjë në këtë botë dëshmon për Jezu Krishtin. Shumë faleminderit. Unë jam mirënjohëse për dëshminë e madhe dhe jam shumë mirënjohëse që ti je një dishepull kaq i mirë i Jezu Krishtit edhe pse në një moshë kaq të re. Mendoj që ti e di mirë, di se çfarë kërkon nga jeta, çfarë kërkon në të ardhmen tënde dhe jam e sigurt që do kesh shumë sukses, nëse siç e the ti, po thjesht gjatë gjithë bisedës, nëse vazhdon të mbash beslidhjet edhe të zbatosh urdhërimet e bukura dhe të mira, domosdoshme që Perëndia na ka dhënë. Shumë faleminderit Craig. Faleminderit juve. Po, faleminderit Craig. Unë e shijova shumë këtë bisedë, duke të njohur dhe ty për herë të parë, por edhe duke dëgjuar për dëshminë tënde të fortë. Unë e di që misioni vërtet të ndryshon jetën, por çfarë ndryshon jetën gjithashtu është Jezu Krishti. Edhe unë e di që çfarë influenca ai ka patur në jetën tënde dhe i bashkëngjitem asaj që tha dhe Nida, të urojmë sa më shumë fat, suksese në jetë. Edhe faleminderit për shembullin e shkëlqyeshëm që ti je për gjithë të rinjt e moshës madhore, për edhe misionarët e kthyer, edhe vazhdo kështu, edhe jam shumë i njohës që patëm mundësinë që të njohim ty personalisht. Faleminderit Craig. Faleminderit juve, faleminderit. Okay. Mirë, ne falenderojmë dhe njërë të ftuarin tonë, Craig Qosjan, dhe ju miq të dashur që ndoshë këtë episod të numër 56 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Nëse edhe ju doni të merrni pjesë në këtë podcast, të lutem na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale, por gjithashtu edhe në emailin tonë sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj dhe miru takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.